Dita ditës po bëhet shqetësuese për shoqërinë tonë përdorimi i narkotikëve nga nxënësit e shkollave të mesme dhe grup moshat e reja. Për këtë arsye, Qendra për Arsim dhe Këshillim Profesional së bashku me Dr. Donlush Gjergjin trajtuan këtë temë. Ndikimet e narkotikëve të ndryshëm janë si një smundje ngjitse e cila dalgadal përfshin shtresat e ndryshme e sidomos të rinj. Narkotikët sot konsiderohen si rreziku më i madh për rini, e kur rinia bjen në ndikimin e tyre, atëherë fatkeqësisht është një zinxhir edhe për familje dhe për shoqëri. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, marijuana dhe kokaina janë drogat më të përdorura nga të miturit. Këtë vit që jemi në përfundim sipër, i kemi dikun rreth 10 raste. Të gjitha këto janë trajtuar nga stacioni policor vitet të kaluara, mirë po fatmirësisht këtë vit tash me themelimin e drejtorisë shtetërore të policisë në Gjakov, e kemi edhe një sim përkatëse që merr ekskluzivisht me raste të tilla, por natyrisht që bashkëpunimi është shumë i plotë dhe profesional. Natyrisht që kontributi më i madh është te parandalimi. Në rast se ky tërkemë do të funksionon më mirë të moshme dhe profesionale, nxënës, prindër, arsimtar, atëherë edhe rastet janë shumë drapa. Çështja e narkotikëve është problemi ynë tashmë dhe nuk duhet të sillemi indiferent. Shoqëria jonë duhet ta njohë së pari dhe ta pranojë se edhe ne jemi kthyer në përdorues të narkotikëve, e pastaj të krijojë infrastrukturë si qendra këshillimore, terapeutike e të tjera, të cilat do ndihmonin në parandalimin e këtij fenomeni, u tha me këtë rast.